Përfundimisht dashuria dhe admirimi për fenomenin shkodran Louis Ailey nuk do ketë të mbaruar asnjëherë. Sapo është zbuluar një veprim që ai ka bërë në Kosovë kundrejt një të moshuari i cili me siguri e ka vlerësuar jashtëzakonisht shumë. Zonja që i ka parë ka zbuluar ndërmjet mesazhit të saj gjithçka. Ja se çfarë i shkruan ajo: "Përshëndetje Louis Ailey. Nuk e di nëse kjo letër do të arrijë ndonjëherë, por ndjej nevojën ta shkruaj, sepse ajo që pash dhe përjetova atë ditë në Kosovë më preku thellë. Nuk ishte thjesht një takim me një personazh të njohur, nuk ishte thjesht një moment që doja ta mbaja si kujtim, por ishte një mësim i bukur për humanizmin dhe dashurinë për njerëzit. Nuk ishte hera e parë që të shija, por ishte hera e parë që të pash nga afër, jo në ekran, jo në për intervista, por në realitet mes njerëzve që të donin dhe të rrethonin me entuziazëm. E shija se si u buzëqeshje të gjithëve, se si ndaleshe për një foto, për një përqafim, për një fjalë të mirë. Ishte e qartë që nuk e bëje nga detyrimi, nuk ishte diçka që e bëje për të ruajtur imazhin tënd, ishte diçka që vinte natyrshëm prej teje. Por ajo që më bëri ta shoh Luizin, jo si këngëtarin e njohur, jo si fituesin e një spektakli, por si njeriu me një zemër të madhe, ndodhi pak minuta më vonë. Në atë turm njerëzish që të ndalonin për një përshëndetje, u shfaq një burr i moshuar. Rrobat e tij ishin të vjetra, hapat e tij të ngadalta, dhe fytyra e tij mbante mbi supe lodhjen e viteve dhe të vështirësive. Ai po i afrohej njerëzve, duke kërkuar ndihmë. Nuk ishte i zhurmshëm, nuk po u imponoi askujt, por shija se si shumica e kalimtarëve e injoronin. Disa thjesht e shikonin me keqardhje dhe largoheshin, disa tregonin një ndjeshmëri të momentit, por asgjë më shumë. Dhe pastaj erdhi momenti që nuk do ta harroj kurrë. Ti e vure re. Unë dale. Nuk e shikove sikur ai ishte një barë, nuk e anashkalove, nuk bëre sikur nuk e pe. Ju afrove, i fole. Nuk e di çfarë i the, por diçka në fytyrën e tij ndryshoi. Ato sy të lodhur që pak më parë shprenin dhimbje, papritur u mbushën me një dritë të vogël shprese. Ti fute dorën në xhep dhe i dhe diçka. Nuk dua të ndalem të shuma, sepse nuk ishte vlera materiale ajo që kishte rëndësi. Ishte mënyra si e bëre. Pa buj, pa dashur që dikush të duar trokiste, pa e bërë për kamerat apo për lavdi. Ti i dhe dinjitet atij burri. Ti e bëre të ndihej i vlefshëm, i parë, i dëgjuar. Dhe pastaj ndodhi diçka edhe më e bukur. Ai qeshi. Ishte një buzëqeshje e vogël, e ndrojtur, por e sinqertë. Një buzëqeshje që ndoshta nuk e kishte dhuruar prej kohësh. Nuk e di nëse ai burr kishte ngrënë atë ditë, nuk e di sa dhimbje kishte në zemrën e tij, por di që për një moment, fal teje, ai u ndje më pak vetëm. Louis, ajo që bëre mund të ketë qenë një veprim i zakonshëm për ty, por për mua ishte një mësim i madh. Në një botë ku njerëzit ndihmojnë vetëm kur ka kamera përballë, ku ndjeshmëria është bërë thjesht një mjet për të dukur mirë, ti tregove se mirësia e vërtetë është ajo që bëhet në heshtje, pa pritshmëri, vetëm sepse e ndjen nga shpirti. Unë nuk u afrova atë ditë për të thënë diçka. Thjesht qëndrova pak çaste duke të parë dhe duke reflektuar. Sepse në atë moment kuptova edhe më shumë pse njerëzit të duan kaq shumë. Nuk është vetëm për talentin tënd, nuk është vetëm për humorin dhe energjinë tënde. Është sepse ti je i vërtetë. Ti nuk e ke humbur shpirtin tënd, edhe pas gjithë asaj fame, edhe pas gjithë asaj dashurie të madhe që të ka rrethuar. Unë e pash me sytë e mi. Dhe doja që edhe ti ta dije, sepse ndoshta nuk e mendon sa shumë ndikim ke njerëzit përtej muzikës dhe skenës. Faleminderit, Louis, që je ashtu siç je. Faleminderit që na kujton se ende ka njerëz që ndalen, që shohin, që ndjejnë dhe që ndihmojnë pa e bërë të madhe. Ky ka qenë edhe mesazhi që zonja i ka dërguar Luizit duke i shprehur dashurinë dhe admirimin e pafundëm që ka pasi e ka parë veprimin e tij të papritur.